Po jo më burë, të shimë abet këtë. Kushtë, sa i përket soj vajzës këtu, prapë se prapë kam me thonë, nuk kam qa me thonë asë i gjo për te. Bendoj që kam bërë shumë gabim që amor me te, nuk e meriton. Hakil, për të cituar Blerinën tha që ka dashur të bëhet protagonist duke sajuar situata të parëndësishme, pra situata nga hiqi. Si do t'i përgjigjesh kësaj? Ka patur realisht ti përplasje me fermerë aty brënda? Përplasje, jo. Me vetë një përplasje që kam pas, ka kënë vetëm me atë vajzën atë. As njëri tjetër. Unë kam bërë pytje, kam lujt, kam qesh, kam bërë të tana vetëm me plasje nolli që nuk nolli as për hatër tem. Nuk ishtë arsyeja pësë unë bëna debat me atë njërion. Zero. As nuk e kisha heq në qëllimet e mija, në rejzet e mija. As nuk e shof në rejzën teme, zero. Në kupton? Për rastisi që ndërhyu dikut që s'kishtë nevoj pëse me ndërhy, po për sa ko, për shemull e pyte se njëherë kam bërë debat me te, edhe nuk jam marrë malli, edhe sot bilet nolli një gja, po plitet për të njëjtën temë. Jo se kam hap tema tjera me te, sepse as nuk kam dërmend hapi tema me atë njëri. Nuk kemi gjithë argumente për folur me njëri tjetër. Dikush jeti. Arbana, unë doja të përra vetëm një diçka, që ka shumë vajza të reja që përra ndjekin, të lutem. Po na juem nivelin, pa lene të shi. Mas ta tregon nivelet ti. Qa niveli keti, ku ki qa niveli jeti? Ku ti tregon nivelin? Qa niveli jeti? Unë nuk kam nevojë të tregoj ty nivelin, sepse kam punuar dhe kam bashkëpunuar me aq shumë njerëz, nivelet e tuja nuk e di se ku gjendje ku sheti. Që ty nuk të kam hasur kur në rrugën time. Nivelet e leshi. Që ty nuk të kam hasur. Shka më ty sa nivelet të bore ti? Po kur u bore ti me tregu nivelet? Diçka të lutem në rastin e Eurocia, që ka shumë vajza që po na ndjekin, shumë gra që po na ndjekin dhe mënyra e komunikimit të një djali. Ai njeriu emrin është një ullje të gjitha arritjeve që vajzat me punë dhe me një diçka të shëndetshme kanë arritur për të shoqëri Arbana. Edhe ti je një shembull i denj kësaj gjëje. Na knaqe, bravo, na ke oj. Si familje e na oj. Më falni, unë dua të kuptoj, cila është zanafilla e këtyre përplasjeve? Pra, thjesht nuk e keni qef njëri tjetrin, ka diçka që nuk e kam parë kurrë në jetën time dhe nuk e njeh. Është për këto gjërat bashkëjetesën e tyre. Dhe më sa të vol nivelin, më të një gjejmë nivelin, filla nivel. Filla. Arbana, të lutem, në rast se do të më respektosh dhe do doje që unë të vazhdoj. Ja të një gjuhë nivelin, më të qëka për një gjuhë nivelin. Më ndalo komunikimin me këtë zotrin. Po të flas ka studio. Akil, më ndihmo të kuptoj, çfarë të nxeu kaq shumë dhe çfarë të mërziti kaq shumë? Çfarë po ta shpjegoj? Me thënë drejtën ke marr pak si pushka Jevgut, ndërkohë që prit se jemi akoma në fillim, më nuk kemi, e kemi edhe 100 ditë. Do me thënë, duket sikur keni një armiqësi aq të madhe me njëri tjetrin, s'po kuptoj se nga se nuk e kam njohur kurrë përpara, e kam njohur këtu brenda. Kështu që nuk ka mundësi që të kemi gjëra që vim nga jashtë. Po jo, ma jashtë nuk vim në asnjë nivel tjetër ti, ti ja disha niveli jeti. Po, mund ta thuash me plot gojë. Për familjen që kam dhe për shkollimin që kam, edhe për të gjithë personat të cilët kam bashkëpunuar në këto 10 vjet që kam profesion. Po, jemi në 2 nivele të ndryshme. E shoh. Po pra, ashtu siç janë të gjithë të tjerë. Ti do të më shikoj vetëm se si mirë. Pasha zotin si e mirë më. Jo, më. Çfarë niveli, po nivel nuk shkruaj aty. Unë marr punën më shku puna më krahasu nivelet me ty, unë do të më shku më vizitu më. A mundet ju lutem të përfshi pak fermerët e tjerë, dua të dëgjoj pak Sonin. Jo, po pritam, the diçka që më pyeta, the diçka. Po, të pyeta se çfarë. Am pyetë diçka. Po marr përgjigje Akil, po marr ç'a niveli. Po nuk ka të mlon me punë më ajo. Është për emision tjetër ai, nuk është ky. Faleminderit Albana. Nuk po marr përgjigje, unë nuk kam kohë Akil, një herë bëj pyetjen. Po të më përgjigjem për kemi një gjë me këtë vajzën dhe më përgjigj të lutem. Po dhe po të përgjigjem, arsyeja pse ka në debat me këtë njeriu këtu, është vetëm për faktin që unë hapa një temë e cila nuk ishte të bëj hiç me të. Kjo ndërhyu për të mbrojtë edhe për të bërë avokatën e dikujt që ishte e panevojshme. E kuptoj. Hyni me të bërë avokatën e Sonit, që Soni nuk e di a jeti në nivelin asaj, por nëse je, besoj që s'ke nevojë ti për avokat. Jo, nuk je. Edhe mu kjo më duk sikur ishte të më cenu atë inteligencën ose ishte të më cenu pyetjen që unë bane ose ishte të munu me mba mu dukeq. Edhe kjo ishte arsyeja pse unë u acarova me te. Dakor, dua të dëgjoj Sonin tani. Soni. Ne ishim jashtë, në fakt ishim disa me Akili me Blerinën, nuk e mbajnë mend kush ka qenë Teni, ka qenë thjesht po bënte një pyetje Akili, shkoj i dhash përgjigjen time. Blerina thjesht e ka, nga që është njëri pozitiv, i do gjërat
pozitive, jemi në fillim, kërkon do më thënë sa më gjatë të zjas harmonia, edhe nga këta të dy kryuan një lloj diskutimi që pastaj u përshkallëzua pak më vonë, thith kunja njëri me tjetrin, po shikon, ndoshta këtu ndodhin për shkak se jemi edhe të mbyllur, edhe nuk njihemi shumë me njëri tjetrin, domethënë ndoshta çdo gjë keq kuptohet edhe përshkallëzohet. E kuptoj, natyrisht. Dua të marr pak një koment, ju lutem, nga Fabiola. Po, Arbana, për situatën e Blerinës me Akilin, apo për çka kam thënë unë në klip? Po përgjithsisht për përplasjet e para dhe për antipatitë e para. Unë të pash që ti kishe disa sinkrone në klipin që ndoqën. Kapadajlek, okej, ti hyj Kapadajleku që e përdora dhe aty. Edhe është pikërisht që lidhet edhe me situatën që janë ashtu fol. Janë 2-3 personazhe që kanë tonë këna hy me fitu, ama jo do ta fitojnë. Tashu nuk e di, ose janë ligje manifestimit, o nuk e di nëse do ta fitojnë, do me thënë që e kanë dame, po dali me ta fitojnë edhe... Për kë ke fjallën, Ola? Konkretisht për Sarën edhe për Akilin. Okej. Po. Dhe shumë mirë, qëndrojmë të Sara dhe Akili, sepse pas pak do të kemi mundësin të flasim me ta. Okej. Do flasim me Sarën dhe me Akilin, sepse tani është një klip që ju përket. Sara dhe Akili, që në orët e para, se s'po them ditët e para, se në 3 ditët e para jemi, kanë dashur që të jenë protagonist në ferm, protagonist me ndërhyrje, protagonist me biseda, protagonist me debatet të vogla, se nuk ka patur debatet më dha.